Vdiq Muhamedi a.s. Njerëzit u hutun se e donin shumë, vetëm kur një bor i madh, një gjigant i madh, një shoku vetë më i ngushti, Ebu Bekr Siddiq hypën minber xhamis, njerëzit qanin, Omeri thoshte s'ka vdek, ka shku për 40 ditë do vi prapë si Musaj. Tha men kanë, shikoje tani esencën se vetë pejgamberi e kishte eduku shokun më të ngushtë me këtë koncept. Tha men kanë ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Tha kush ka adhuru Muhamedit? Muhamedi vdiq. Kush adhuron Zotin e gjithësisë është i gjallë, s'vdes kur. Dhe këtu nda përfundimisht në fenë e bukur, në fenë e pastër, në fenë inteligjente, në fenë e dijes islame që Zoti i gjithësisë është Zoti i gjithësisë, tjerët janë gjithë krijesat e tij dhe të dobët. Asnjëherë Ebu Bekri nuk e kishte thirrë me emrin Muhammed, gjithmonë i kishte thonë o pejgamber Resul ose Nebi. Gjithmonë ato i thëshin ja Resul Allah, o i dërguar i Zotit. Në këtë rast për ta ndarë shirkun, për ta ndarë konceptin që Zoti është një, ka thonë men kanë ya'budu, i ka thirrë me emër, men kanë ya'budu Muhammeda. Tha kush adhuron Muhamedin me emër, jo me titull. Pse? Për ta ndarë një herë për gjithmonë që shejtani mos kishte pikë në agjendën e tij ndaj umetit islam.